Nëse i qasemi aspektit historik, të bëjmë një kronologji të shkurtër lidhur me abortin për të ardhur deri te nxjerrja e vendimeve dhe për të parë realitetin që gjendet edhe në vendin tonë, shohim se për abortin kanë shënuar edhe librat e hershme. Praktikisht një prej librave më të hershëm që e njeh njerëzimi, pra 1500 vite para erës së re apo para Isaut alayhis salam, është fjala për librin Papirusi Ebers, i cili është parafërsisht daton dikun rreth afër 3500 vite më parë. Është shënuar për abortin dhe faktikisht ndikimet apo mjetet që çojnë deri te aborti dhe njëkohësisht kanë shënuar edhe shkencëtar dhe hulumtues të asaj kohe se vërtet është një vepër çrëditëse dhe e dëmshme për shoqërinë njerëzore. Pra që atëherë janë marrë shumë prej studiuesve se është një krim dhe është një vepër jo njerëzore. Kështu është trajtuar edhe prej studiuesve të ndryshëm, edhe prej komuniteteve të ndryshme, mund të themi se edhe somerët që jetuan në jugun e Irakut 2000 vite para erës së re kanë trajtuar abortin dhe janë mesin atyre që kanë ndaluar abortin. Një ndalesë të tillë e njohin edhe egjiptianët e vjetër, 1850 vite para erës së re. Po ashtu edhe në kodin e Hammurabit është shënuar, pra 1300 vite para erës së re, se është një vepër e ndaluar. Kështu kanë pohuar edhe të tjerët, mirë po edhe ashtu siç njihet Hipokrati, babai i mjekësisë apo i medicinës, pohon se aborti është vepër jo njerëzore dhe jo morale. Kështu e kanë trajtuar abortin shumë studiues të hershëm. Mirë po, ka patur prej tyre që e kanë përkrah abortin, mesin e tyre janë edhe filozof të shuar, Platoni, Aristoteli dhe të ngjashëm, të cilët konstatojnë se, do thot kanë ardhur në përfundim, se aborti nuk është i ndaluar se sipas mendimit të tyre, për të jetuar janë vetëm shtresa e lartë e shoqërisë. Për ndryshe shtresat e ulta nuk meritojnë të jenë në mesin e civilizimeve.